Trueza e tretë, e cila është një ndër temat të cilat kanë prekur në çdo summit, ka të bëjë me migracionin e palishëm dhe sërish vendeve të Ballkanit Perëndimor do të jenë në pozicion mbrojtës apo do të bien ndaj presioni, duhet të themi, të pushtetarëve të mëdhenj të Europës për të pranuar edhe kampe refugjatësh, kur njërin prej tyre zoti Rama e refuzoi ditën e djeshme, por mbetet për të parë si do shkojnë diskutimet. Është parashikuar që 18:45 të jetë konferenca për shtyp mes kryeministrit Rama si mikpritës dhe kryeministres së Danimarkës, e cila do të presë samitin e ardhshëm në vjesht të Komunitetit Politik Evropian. Kjo është agenda të cilat duhet parë nëse do të ndryshojë për sa i përket orarit, apo nëse do të ketë një pjesë e agendës e cila do të vijë më afër, pasi edhe udhëheqësit e Europës kanë fluturimit të tyre morale të përcaktuara dhe ndoshta edhe kjo mund të jetë një pengesë që edhe konferenca të shtyhet për më vonë. Nëse ti do të më veçoje të paktën mikpritjen nga Rama edhe në mënyrë edhe në formë të ndonjë prej liderëve të Europës për të kuptuar pastaj edhe marrëdhënien që Shqipëria ka me atë shtet, kë do të veçoje? Vetëm liderët e Europës mund ta bënin kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama të priste ka shumë, madje të merrte edhe ca minuta pushim kur është larguar nga sende ku ishte vendosur për të pritur për shkak të vonesave të shumta. Duhet themi motrën e tij, siç e quan kryeministrin e Italisë Giorgia Meloni, i ul në gjunjë për ta pritur një skemë që e kemi parë dhe herë të tjera, por madje kryeministra italiane i tha zotit Rama që çfarë po bën, pasi janë skena të përsëritura nga shefi i qeverisë shqiptare, por nga ana tjetër presidenti turk, edhe pse nuk arriti të fliste për gazetarët, por i komentoi atletët e bardha me yllin e cilin e kemi parë gjatë fushatës sportit, simboli zyrtar i Komunitetit Politik Evropian. Presidenti francez i tha që sapo erdhe doli dielli dhe pushoi shiu, por nga ana tjetër duhet themi që kishte jo nga ato përqafimet e ngrota me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por presidenti i Serbisë ishte pak më i vrendur, duhet të themi, ndërkohë zoti Rama u mundua që t'i kthente buzëqeshjen me fjalët që ne nuk arritëm dot t'i kuptonim apo t'i deshifronim nga largësia ku ne ishim, por u mundua që t'i kthente buzëqeshjen, por kjo mbetet për të parë. Por nga ana tjetër kemi parë edhe presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, i cili ditën e sotme e uroi dhe publikisht zotin Rama, pasi kishte munguar një urim publik dhe pasi u pyet nga dy CNN sepse ka munguar, ajo u shpreh, u përgjigje, e kam marrë në telefon, e kam telefonuar dhe ne komunikojmë anë të letrave zyrtare, por kur e pyetem se nëse marrëdhënia mes Tiranës dhe Prishtinës është proceduriale apo është vllazërore, ajo tha që është më shumë se vllazërore, janë dy motra që duan më shumë se vëllezërit. Duhet parë nëse kjo deklaratë e saj ishte edhe, duhet themi, një mesazh për Albin Kurtin, por mbetet për parë. Por këto ishin disa nga detajet të cilët ne pam dhe shiu, i cili ishte simbol i kësaj pritje të parë për sa i përket edhe Komunitetit Politik Evropian, një element i cili ka prishur, mund të themi, performancën zotit Rama, kur ne kemi parë në samitet e tjera që ka patur gjithmonë batutat për diellin, mirë se erdhi në Tiranë, ku dielli shkëlqen gjithmonë. Kësaj radhe shiu i përcolli një nga një, përveç se Emmanuel Macron dhe ideatorin e Komunitetit Politik Evropian. Dakor, ne do të rikthehemi përsëri, do të shihemi së pari me koncertin që pritet të nisë pas pak edhe me foton zyrtare, sikurse edhe me konferencën që bën bashkë disa prej liderëve në Europë.